Kujdes, policia gjermane paralajmëron nga këto letrat e portokallta që janë t'ju afro në postën e juaj në për Gjermani. Për atë arsye njoftoni të gjithë të afërmit e juaj, pra dërgoni këtë video që ta shohin, pasi që bëhet fjalë për një mashtrim të radhës në Gjermani, ku kjo letër duket në formë si e verë dhe portokallt, siç e dini që vinë letra të rëndësishme nga gjykatat e ndryshme e kështu me radhë. Por asesi tregoni shokëve, familjarëve pra që mos ta thirrin këtë numër që është këto, se ata thojnë me njoftim, vinë me njoftim që nuk kena mujt pra me ju arrit, dhe është shumë e rëndësishme, duhet patjetër të na telefononi, të na kontaktoni. Momentin që telefonon dikush te ta, është qëllimi i tyre që t'ju bindin, pra t'ju mashtrojnë, t'ju thonë që e keni një letër pra sikur me hon nga gjykata apo diçka se keni pagu këtë pagesë, bina i banin, pagune me njëherë se për ndryshe, ju shkallon da në shufa e me një fjallë qaç kiamet ja bojnë, sa që është rrezik, thojnë çdo njani të bini prej e këtij mashtrimi. Për atë arsye, asesi mos thirrni në telefon, veçanërisht kush që pak më të mëçum që nuk mirën fort me rrjetet sociale e gjona, dërgoni këtë video, mos t'i thirrni në telefon. Gjune ose kush do që keni dikan që mirët pak a shumë e letra, të paktën këshillonu të aj, dërgoni ose ju të tjerët që keni edhe kontabilist, konsultonu me to pro, mos gaboni asesi vetë me ndërmarr hapa apo me ju dhon dhonat e bankës apo diçka kështu. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.